Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër, nëse vuani nga këto probleme shëndetësore nuk duhet të pini kafe turke. Tashmë e dim që kafja ka vlera të pazëvendësueshme shëndetësore. Kafja ka mira minerale të ndryshme të cilët ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpitë tona, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër kafeje. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera si kur pini kafe turke, ashtu edhe kur pini një kafe ekspres? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres. Kafja turke është ajo e cila ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrja e tyre me ujë, ndërsa kafja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë, për shembull, është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve të cilët ndodhen tek kafeja, kafestoli dhe kaoliani. Dy mineralet yndyrore të cilat gjenden tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Kush nuk duhet që të konsumojë kafe turke? Për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë apo që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet shumë të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca tek persona që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm nivelin e rrezikut të bllokimit të arterjeve, duke përkeqësuar kështu dhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit të dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Kjo pasi kafja turke tek këta persona përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit të cilët të vuajnë nga kolesteroli i lartë nuk duhet të konsumojnë më shumë kafe turke, por ata duhet që të zgjedhin kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk i kanë këto probleme, kafja turke nuk përbën as edhe një rrezik. Gjithashtu, kafja turke thuhet sipas ekspertëve që rriti e gjatësinë. Në një ishull të Greqisë, të gjithë banorët e nisin ditën e tyre me një kafe turke. Ky ishull gjithashtu njihet të ketë popullsinë më jetëgjatë në të gjithë vendin. Kjo frymëzoi disa shkencëtar të studionin efektin e kafes dhe mënyrës të jetesës tek jetëgjatësia e njerëzve. 142 njerëz të grup moshave të ndryshme morën pjesë në studim dhe shkencëtarët morën në konsiderat edhe faktorë të tjerë si për shembull gjinia, pesha, gjatësia, pirja e duhanit, sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu hipertensioni. Rezultatet e studimit treguan që qelizat endoteliale tek njerëzit të cilët pinin shumë kafe turke kishin një performancë më të mirë. Këto qeliza gjithashtu kanë edhe një ndikim të drejtpërdrejtë në enët e gjakut. Nëse ato nuk funksionojnë mirë me kalimin e kohës, munden që të shkaktojnë bllokimin e kapilarëve të gjakut dhe enëve të tij, madje munden që të shkaktojnë edhe sëmundje të parakohshme. Krahasimi mes grup moshave në studim tregoi se konsumimi në rritje i kafes turke
ka një ndikim pozitiv në elasticitetin e arterjeve. Kjo pakson shanset e shfaqjes së tensionit të lartë të gjakut. Kafja turke përmban dy substanca të rëndësishme, ato njihen si kafestol dhe kaheol, të cilat kanë vlera të mira kundër inflamacionit, por edhe shërbejnë si antioksidant. Gjithsesi, ne ju këshillojmë që ju të mos e teproni me sasinë, pasi si çdo gjë, kur teprohet kthehet në dëm të shëndetit. Kafja turke është e famshme në të gjithë botën, jo vetëm për shijen, por edhe për stilin e saj të veçantë të përgatitjes, por edhe për aftësinë për të treguar të ardhmen për ata që i besojnë në rrëfenjat e saj. Nëse në botë besohet se dashuria kalon nga stomaku në perandorinë otomane dhe në Turqinë e ditëve të sotme dashuria kalon në filxhanin e kafes. Në kohën e sultanëve hire dhe aftësia e bërjes së kafes ishin çelësi i suksesit për humor të mirë. Në ditët e sotme, një nuse e re arrin të befasojë bashkëshortin edhe fal cilësive në përgatitjen e një filxhani kafeje me kajmak. Përgatitja e një filxhani kafeje nuk është diçka e cila duhet bërë shkelesh kohë. Përpara përgatitjes një anvis duhet që të ketë pajisjet e duhura: kafen pluhur, xhezven, filxhanin, lugën e drurit, sheqerin dhe ujin. Bluarja e kafes. Kafeja e bluar është celësi i suksesit të një filxhani të shijshëm. Zakonisht anvisat mbajnë në shtëpi mulli kafeje të përmasave të vogla për të prodhuar kafen pluhur, njësoj si kakaoja. Sasitë më dha duhen ruajtur në një ençelçi e cila është mbyllur hermetikisht. Servirja është një aspekt i rëndësishëm i shijimit të kafes turke. Ajo serviret në filxhan më të vegjël se ajo e kafes ekspres. Çdo anvis e di se sa lezeton kafja turke e servirur në filxhan të bukur dhe të hijshëm. Xhezvja duhet të jetë prej bakri ose prej inoksi. Ajo rekomandohet e vogël, në të cilën mund të përgatisni një ose maksimumi 2 filxhan kafeje. Sheqeri. Ekspertët thonë se sheqeri duhet hedhur në fillim të përgatitjes së kafes. Kjo është arsyeja pse pyetja e parë që bëhet në porosinë e kafes është sa e ëmbël duhet të jetë ajo. Anvisat shqiptare e pinë kafen të mesme, që do të thotë me një sasi mesatare sheqeri. Kjo sasi përkthehet në 1 ose 2 kubik sheqeri ose një lugë gjysmë çaj me sheqer. Uji. Filxhani ku do të serviret kafja përdoret si një matëse për ujin. Nëse do të përgatisni 2 filxhan kafe, atëherë në xhezve duhet të hidhni 2 filxhan me ujë. Përgatitja. Në 1 filxhan ujë kërkon një lugë druri kafeje me pluhurin e sapo bluar. Ekspertët rekomandojnë lugën e drurit sepse ajo metalike ndikon tek shija e kafes. Kafja nuk duhet të përzihet kur hidhet në xhezve. Ajo duhet të lënë të tretet vetë në ujë. Më pas shtohet sheqeri në varësi të ëmbëlsisë që dëshironi. Kafja duhet zier në një temperaturë të ulët dhe për këtë kërkon kohë dhe durim. Kafes i duhet qëndruar mbi kokë, por nuk duhet përzier. Me kalimin e sekondave sheqeri dhe kafja do të shkrihen mirë me njëri tjetrin dhe do të formohen një pije shumë të dëshiruar. Kur kafja nis të formohet, mund t'i jepni një përzierje të lehtë me lugë druri, por pa shpërqendruar bulsat. Shtresën e parë të kafes të valuar hidheni menjëherë në 1 filxhan dhe më pas xhezven ta ktheni sërish në zjarr. Me valën e 2 dhe të 3 kafja do të ketë një shije fantastike dhe servirja do të jetë e denjë si për një sultanesh. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!